Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 2 vatra janë ende aktive. Këto vatra zjarri janë evidentuar në bashkitë e Elbasanit, Durrësit, Vlorës, Finiqit, Selenicës, Himarës, Delvinës, Skaparit, Shkodrës, Vallëtëdejës, Malësisë së Madhe, Tiranës, Kavajës, Korçës së Lezhës. Aktualisht mbeten aktive vatrat. Në vendgrumbullimin e mbetjeve në bashkinë Elbasan, në vendngjarje shkuan shërbimi i MZSH të bashkive Elbasan, Carik, Peqin dhe Kamës, me 5 automjete zjarr fikse me 20 efektiv dhe 4 mjete të rënda të bashkisë. Më pas, në ndihmë të forcave të terren, shkuan edhe 2 automjete zjarr fikse me 10 efektiv nga forcat e armatosura. Në orët e vonë të mbrëmjes, situata u rëndua dhe në vendngjarje shkuan edhe 6 mjete të rënda, 5 fadroma, 1 ekskavator të bashkisë Elbasan dhe 7 mjete të rënda të subjekteve private, të cilat kanë punuar gjatë gjithë natës, por pa mundur ta izolojnë zjarrin në landfill. Ditën e sotme në terren ndodhen 3 automjete zjarr fikse me 15 efektiv të bashkisë Elbasan, 2 automjete zjarr fikse me 10 efektiv dhe 1 traktor me zinxhir nga forcat e armatosura dhe po shkojnë edhe 3 automjete zjarr fikse nga bashkitë e tjera. Në një sipërfaqe me shkurre dhe barishte në fshatin Grazan, njësia administrative Livadja, bashkia Finiq, shkuan shërbimi vendor i MZSH i bashkisë me 3 automjet zjarr fikës me 10 efektiv. Forca vullnetare e zonës dhe forca bashkiake, të cilat u angazhuan në fikjen e zjarrit, terreni e vështirësoi shumë ndërhyrjen. Gjatë natës kanë qëndruar në monitorim 1 automjet zjarr fikës me 3 efektiv, por si pasojë e përkeqësimit të situatës gjatë natës, në mbështetje shkuan edhe 4 automjet zjarr fikës me 12 efektiv nga bashkitë Himar, Saran, Delvin dhe Konispol. Ditën e sotme, vatra e zjarrit është vendosur edhe në fshatin Malçan, në një zonë me pisha dhe në mbështetje të forcave zjarr fikse të terren, kanë shkuar edhe 6 forca nga shërbimi pyjor dhe 12 vullnetar. Në të gjitha operacionet për shërjet e zjarreve u angazhuan 32 automjete zjarr fikse dhe 255 forca operacionale. Gjithashtu, në operacionet e ditës së djeshme, morën pjesë edhe forcat e armatosura me 2 helikopter dhe 40 efektiv, me 5 mjete zjarr fikse dhe 1 traktor me zinxhir. Bazuar në parashkimet e Institutit të Gjeoshkencave, sot pritet nivel rreziku i lartë në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Durrës, Tiranë, Berat dhe Fier, ndërsa në qaqet e tjerë pritet nivel rreziku i moderuar, ndërsa temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. I gjithë sistemi i mbrojtjes civile është në ndjekje të situatës dhe në gatishmëri për të ofruar mbështetje të menjëhershme nëse do të jetë e nevojshme. Ftojmë qytetarët që në këto ditë me temperatura të larta dhe rrezik të shtuar për zjarre të tregojnë kujdes maksimal dhe përgjegjshmëri, të shmangin çdo